Thoni lam të mirë, tensioni lartë, pini një gotë nga kjo dhe do befasoheni. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të kthehej në një problem mjaft të shqetësues, madje katastrofik duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit edhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut kanë nevojë që të marrin gjithashtu edhe medikamente të caktuara nga mjeku. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pasi mund të vuajnë gjithashtu edhe me probleme të tjera siç janë pagjumësia, marramendja dhe kontraktimet e muskujve. Por ju, nëse gjendjen tuaj e kapni që në fillim, mund të arrini të bëni zgjedhje të duhura ushqyese për të menaxhuar më mirë situatën tuaj. Shtimi i produkteve të duhura në dietën tuaj ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve dhe do ju ndihmojë gjithashtu të keni një menaxhim më të mirë të situatave tuaja adekuate. Sipas ekspertëve të Eating Well do të rendisim në këtë video ushqimet më të mira të cilat mund t'ju ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin më të mirë të problemeve që sjell hipertensioni. Përmes këtyre produkteve do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën tuaj. Receta e parë ka të bëjë me përdorimin e lëngut të limonit. Përbërësit që u duhen në këtë recetë janë ujë dhe një limon. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm, filloni gjithashtu edhe me përgatitjen e saj. Shtrydhni lëngun e limonit në një gotë me ujë dhe konsumoni atë të paktën çdo mëngjes. Përpara se të konsumoni ushqyerjen tuaja, limoni ka aftësinë të ruajë fleksibilitetin dhe funksionin tuaj të enëve të gjakut, duke ulur gështu edhe nivelet e tensionit në organizëm. Edhe përdorimi i hudhrës në recetat tuaja ditore do të jetë një ndihmë shumë e mirë për personat të cilët do vuajnë nga shqetësimet e hipertensionit. Hudhra përmban substanca sulfuri që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca do të stimulojnë gjithashtu prodhimin e oksidit nitrik, që rregullon edhe tensionin e gjakut duke zgjeruar enët e tij. Ju mund të konsumoni 1 deri në 2 thelbi hudhër të freskët në dietën tuaj, duke zgjeruar kështu edhe përfitimet që ato kanë në shëndetin tuaj. Një recetë tjetër ka të bëjë me përdorimin e uthullës së mollës në kombinim me sodën e bukës, por nëse përzgjidhni këtë recetë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj në mënyrë që të evitoni ndërveprimet negative me medikamentet që po përdorni. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë uji, një maj lugë çaj me sodë buke, një lugë gjedhe me uthull molle. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm, filloni gjithashtu edhe me përgatitjen e kësaj recete. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme të tilla siç mund të jenë kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzini një lugë gjedhe uthull molle, një maj lugë çaj sodë buke dhe një gotë me ujë. I kombinoni të dyja dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një problem shumë i përhapur, i cili mund të ndërlidhet gjithashtu edhe me faktorë të tjerë të shëndetit. Ndaj për të menaxhuar më mirë situatën tuaj emergjente, duhet të tregoni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Shpesh, hipertensioni mund të sjellë edhe me vështirësi të tilla, siç mund të jetë një menaxhim jo i mirë i organizmit dhe një ndikim negativ në përgjithësi të vlerave tuaja të shëndetit. Fatmirësisht ekzistojnë metoda natyrale, të cilat mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të niveleve tuaja të shëndetshme në betejën kundër hipertensionit. Si fillim, nëse vuani nga hipertensioni, konsultohuni me mjekun për të marrë medikamentet e caktuara, por duhet të ndërmerrni edhe disa hapa bazë për të menaxhuar më mirë situatën tuaj. Lëvizni më shumë gjatë ditës. Aktiviteti fizik është një nga mënyrat më të thjeshta dhe efektive për të ulur tensionin. Ecja për ditë, noti dhe vrapi përmirësojnë funksionin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Synoni 150 minuta në javë aktivitet të moderuar dhe 75 minuta të fuqishme. Kufizoni gjithashtu sasinë e kripës. Konsumi i tepërt i natriumit do të rrisë të ndjeshëm presionin arterial. Zëvendësoni kripën me erëza natyrale dhe konsumoni më shumë ushqime të freskëta. Shmangni produktet e përpunuara që shpesh përmbajnë sasitë e larta të kripës. Mos konsumoni alkool dhe reduktojeni atë ndjeshëm.
Edhe pse ndonjë gotë verë mund të mos jetë e dëmshme, konsumi i shpeshtë i alkoolit rrit presionin e gjakut dhe dëmton mëlçinë dhe zemrën. Kufizoni alkoolin dhe smangni plotësisht atë në përfitimet afatgjata. Shtoni më shumë kalium në dietën tuaj. Kaliumi ndihmon trupin të eliminojë natrium dhe të lehtësojë presionin në arterje. Burimet të pasura me kalium janë perimet me gjethe jeshile, domatet, patatet, frutat si bananet, avokado, portokallet të tjera. Produktet e bulmetit dhe peshku si salmoni dhe toni mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Ulni sasinë e kafeinës në dietin tuaj. Një filxhan kafe mund të shkaktojë rritjen e menjëhershme të tensionit, sidomos te personat e ndjeshëm. Nëse dyshoni se kafeina ndikon te ju, provoni të zëvendësoni për disa javë dhe ta monitoroni atë për efektin që do të sjellë. Kontrolloni nivelet e stresit në trup. Stresi kronik është një armik i qetësisë dhe i shëndetit të zemrës. Merrni kohë për veten, meditoni, bëni frymëmarrje të thella, shëtisni në natyrë ose kaloni kohë me njerëzit tuaj të dashur që ju bëjnë mirë. Çokolata e zezë, një aleat e ëmbël. Kakaoja e pasur me flavonoide ndihmon zgjerimin e enëve të gjakut. Një copë e vogël çokoladë e zezë në ditë mund të ketë efekte të dobishme. Mbani peshën nën kontroll. Humbja e vetëm 5% të peshës trupore mund të ulë ndjeshëm tensionin dhe të përmirësojë shëndetin kardiovaskular. Kombinoni dietën e balancuar me aktivitet fizik. Hiqni dorë nga duhani. Çdo cigare rrit edhe përkohësisht tensionin dhe dëmton enët tuaja të gjakut. Lënia e duhanit përmirëson menjëherë qarkullimin e shëndetshëm në zemër. Shmangni sheqerin dhe karbohidratet e rafinuara. Ushqime të tilla si buka e bardhë, pasta dhe mëlsirat shkaktojnë luhatje të sheqerit në trup dhe rritjen e presionit arterial. Zgjidhni trithrat e plota, frutat, perimet dhe elementet e proteinave të shëndetshme. Shtoni frutat e pyllit në dietën tuaj. Boronicat, manafera dhe mjetrat janë të pasur me polifenole përbërës që ulin inflamacionin dhe ndihmojnë në stabilitetin e tensionit të gjakut. Një grusht në ditë i bën mirë shëndetit tuaj të zemrës dhe mund të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e një dëmtimi të madh që mund të lërë hipertensionin në organizmin tuaj. Ndaj duhet të kujdeseni më shumë për atë që shtoni në vaktet tuaja ditore. Frutat e pyllit. Pigmente që u japin ngjyrë boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave gjithashtu sjellin përfitimet në enët e gjakut. Përbërësit e tyre natyral ndihmojnë në muret e arterieve të bëhen më të gjera dhe fleksible, duke ulur presionin e gjakut dhe duke përmirësuar shëndetin e zemrës. Sasia e rekomanduar është 2 ose 3 filxhan fruta të ngrira ose të freskëta çdo ditë. Kosi. Kalciumi është një element kyç për të normalizuar presionin e gjakut sepse ndihmon në enët tuaja të gjakut të shtrëngohen dhe relaksohen kur duhet. Konsumoni kosin me pak yndyrë, i cili është një mënyrë shumë e mirë për të shtuar kalciumin në dietën tuaj, pa sheqer ose yndyrna të shtuara. Por kërkoni një ndryshim edhe në shijen e tij që mund ta kombinoni me frutat e freskëta të stinës. Peshku i yndyrshëm. Një tjetër burim i mirë i kalciumit është peshku, si salmoni ose sardelet. Peshqit e yndyrshëm si skumbria dhe sardelet përmbajnë omega 3, acide yndyrore që përmirësojnë shëndetin dhe ndikojnë në zemrën tuaj. Studimet mbi suplementet e vajit të peshkut tregojnë se ato mund të ulin presionin e gjakut, veçanërisht nëse presioni i gjakut është i moderuar ose i lartë. Sasia e rekomanduar ditore është 3 deri në 6 oncë, rreth 200 gram peshk pa dhjam dhe shpen. Farat. Shtoni fara të pakripura si ato të kungullit, lirit dhe lule dielli në sallata, në kos ose në bollgur për të ndihmuar në uljen e presionit të gjakut. Farat janë një burim mineral jetik i magnezit, i cili ndikon gjithashtu në kontrollin e presionit të gjakut dhe relaksimin e enëve tuaja të gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe tërshëra. Ky drithi plot i shëndetshëm, i ngopshëm dhe i ulët në natrium, është gjithashtu plot me fibra të cilat ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të peshës dhe presionit të gjakut. Shërbimi i rekomanduar ditor është 3 deri në 4 filxhan drithra integrale, siç është orizi, bollguri, makaronat integrale dhe tërshëra. Gjithashtu në dietën tuaj nuk duhet të mungojë edhe hudhra, pasi mund të shtohet në shumicën e pjatave tuaja. Ajo ka element fantastik ushqyes në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe drejt për së drejti mund të sjellë ndikimin e saj të plot në lehtësimin e komplikacioneve dhe në një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.